anën jugore të Iranit, e cila kufizohet me pushtetin e Hormuzit dhe me vendet e Gabishullit arabik. Kështu, nëse ka për të pasur një marrëveshje për pushtetin, sigurisht që ajo ka për të qenë nga 3 pikat më të nxehta, se si ka për të diskutuar, pasi ne dimë që ekonomia është ajo që i gjynjëzon vendet, nuk është ushtria të tjerë, në ditë sot me shumë kanë ushtri të mëdha dhe të fuqishme, po ana ekonomike është ajo që mund të konsistojë katastrofale për ty. Në ka për të diskutuar ditën e parë ose në ditën e vijim, sepse ne nuk e dimë edhe sa ka për të zgjatur samiti, kjo vetëm për të parë. Po që, si që përmenda, kjo ka përqenë nga 3 pikat kryesore të samitit dhe do të shikojmë se ka për të pasur një letemi çlirim të ngushitjes së Hormuzit, pasi edhe vetë ekonomia botërore, edhe në Shqipëri besoj, kjo po ndjehet, ka nevojë për këtë lloj letemi rehabilitimit të tregut të naftës dhe gazit. Mirë, Elianos, nga ana tjetër, Donald Trump kërkon sigurisht rihapjen e menjëhershme të Hormuzit pas një kufizim duke rritur kështu pra sigurisht presionin ndaj Teheranit. Mendon se SBA ka fuqinë reale për ta detyruar Iranin të tërhiqet pra pa hyrë në një konflikt të drejtë për drejtë? Kjo është një pyetje interesante, pasi Shtetet e Bashkuara e filluan këtë operacion le të themi agresion ushtarak kundër Iranit, duke thënë se nuk ka për të zgjatur më shumë se 24 orë, më shumë se një javë, maksimumi 3 javë, por përfundoi që më shumë se një muaj sot. Ne e përmenda edhe më parë numrin që ka pasur shumë viktima nga ana amerikanëve, diku tek mbi 10 ushtarë amerikanë, diku tek 16 disa thonë. Dëme të mëdha infrastrukturore në vendet e Gabishullit arabik, sidomos në Katar, Kuvajt e të tjerë. Amerika po shpenzon më shumë se $1 miliard ose gati $1 miliard për ditë në luftë kundër Iranit. Pa përmendur dëmet që ata kanë pasur në materiale ushtarake, si radar, baza të tjerë. Dhe sidomos se gjëja e Iranit në mbylljen e ngushëtisë së Hormuzit i përgjet pak a shumë një lloj strategjie të vjetër ku vendet të cilat nuk kanë mundësi të mate me kapacitet ushtarake të SBA-s, ne dimë SBA ka diku tek mbi 3 milionë ushtar, armët atomike, interbalistike, hipersonike dhe të tjerë, është një diskutim i gjatë në këtë pikë. Por vendet që nuk mund të maten dot me këtë ushtri, përdorin rrugë të ndërmjetme. Për ngushtisja e Hormuzit, që kemi përmendur në një intervistë më parë së bashku, është arma le të themi sekrete e Iranit në këtë aspekt, pasi duke bllokuar atë, duke rritur çmimet e naftës, duke rritur çmimet e gazit, ata në mënyrë të drejtë për drejtë ka impaktuar ekonominë amerikane, kanë bërë sot që konsumatorët amerikanë ta ndjejnë luftën, pasi deri më parë konsumatorët amerikanë nuk e kishin ndjerë luftën, kur u pushtua Afganistani, Siria, askush nuk e ndjeu. Pasi gazi, nafta, gjitha vinin tregtia ishte normale, madje pati edhe rritje ekonomike, pasi industria e armatimeve, ushtarët me pagesë të tjera gjitha patën një lloj impakti në ekonominë pozitiv, ku mund ta quajmë kështu, ekonomi militariste. Por kësaj radhe, me bllokimin e ngushticës, rritjen e çmimeve të naftës dhe gazit, rritjen e kostove të transportit dhe sigurisht impakt këtyre në tregun ushqimor që thash dhe Korea e Jugut, që është një vend shumë i largët në Azi Veriudhore, e po e ndjen fort sot këtë. Dhe gjitha këto kanë bërë që konsumatorët amerikanë ta ndjejnë peshën e luftës, ta ndjejnë atë që nëse ti sulmon një vend i cili ka një pozicion kyç dhe ekonomia e tij ose kapacitetet e tij mund të jenë kërcënuese për ty, atëherë kjo ose është e pa planifikuar mirë, ose është thjesht aventurë ushtarake e nisur pa një qëllim. Pasi ne dimë që sot nëse ngushësia e Hormuzit është e mbyllur, nëse çmimet e naftës janë të mbyllur, po janë arritur në shifra të papara më parë deri më tani, duke thënë $120 gati $150 amerikan për fuqi. Nëse çmimet e gazit janë arritur gati dyfishuar, nëse ekonomia botërore sot, sipas bankës botërore, ka hyrë është në prag në sakt të hyrjes në një inflacion edhe në një regres, i cili supozohet që mund të jetë deri në 0.2%, minus 0.2% ka përqen impakti në zhvillimin ekonomik botëror dhe një rritje të madhe të inflacionit global. Flasim ekonomik. Nëse ti sot ke shumë munde që
kanë arritur në le të quajmë protesta popullore, por edhe në gjendje krize si Indonezia, le të flasim, ose Tajlanda, të cilat janë impaktuar fort prej krizës së naftit dhe gazit, pasi ato kryesisht e blenin në vendet Gëdeshut Arabik. Pra të gjitha këto janë rezultat i ngushëllisjes së Hormuzit dhe nëse do ta shikojmë atë, rezultat i operacioneve ushtarake amerikano-izraelite, të cilat në vetë nuk kanë një qëllim. Presidenti Trump mund të kërcënojë sot, mund që të thotë që ka për ta zhdukur nga faqja e dheut, ka për ta bombarduar, ka për të përdorur armët atomike, ndoshta ne nuk e dim se çfarë ka për të thënë, pasi është vështirë ta ndjekësh presidentin amerikan se çfarë thotë gjithkohës. Pasi është shumë aktiv në media sociale. Por impakti i cili ka për qenë, a duhet vërtet ky eskalim të vijojë? A duhet vërtet gjëja të shkojë deri në të farpike? Dhe edhe nëse gjëja shkon në të farpike, kush e garanton, kush jep garancinë që nëse ne hapim ngushëllisjen e Hormuzit me forcë, kjo ka për të rregulluar çmimet. Ne dimë që çmimet nuk do të rregullohen. Gjithë e dimë. Ka për të pasur në lëvizje në treg, por çmimet nuk kanë për të rregulluar. Pasi ne dimë që kur çmimet rriten, nëse nuk ka ndryshime të fortë nga shtetet, ato do të vijojnë të ngelen o të njëjta, me thënë nëse ka vajtë 120 do ngelen 120, pasi vendet e luftës, vendet në lindjen e mesme janë akoma në luftë me njëra tjetër. Shumë prej industrive të naftës, të rafinerive të tjerë janë të bombarduara. Irani ka bombarduar ose Izraeli ka bombarduar, nuk e dim kush po bombardon, nuk është akoma i qartë. Në Katar, Arabi Saudite e të tjerë. Pra të gjitha këto nuk se kanë nëse ne hapim ngushëllisje me forcë, diçka ka për të kthyer sape mbi syt mirë e bukur. Dhe çmimet kanë për të vajtur siç kanë qenë. Kjo është shumë e vështirë që kjo të ndodhi. Gjithsesi, siç e përmenda, e gjitha ka për të parë në diskutimet e paqes, le të themi të paqes, është fjalë e madhe, por diskutimet e dialogut midis JB Vance dhe reprezentuesve të qeverisë iraniane në Islamabad ditën e nesërme, dhe njëkohësisht ka për të parë edhe se sa le të themi dëshirë ka për të pasur për të dyja palëve që të arrihet një marrëveshje. Pasi nëse entuziazmi mungon, nëse ka për të pasur skepticizëm dhe mosbesim për të dyja palëve, diskutime të tilla ka qenë nga 2022 deri tani midis delegacioneve nga vendet evropiane dhe amerikane me Federatën Ruse, dhe kjo gjë po të mbi 4 vite. Flasim në kuadër të konfliktit ruso-ukrainas. Dhe siç ka treguar historia, amerikanët gjithmonë e kanë pasur këtë që janë zhytur në lufta të thella derisa kanë gjetur diçka që o e ka shkatruar fare një rajon, o e ka ndarë, o e ka kthyer në një luftë të ftohtë, siç u bë me luftën e Koreas, luftën e Vietnamit, lindjen e mesme sot ose Afganistanin. Kështu që nëse ky ka përqenjë Afganistani i dytë, duke filluar me Hormuzin, pasi duhet një stimull, Hormuzi është stimuli sot. Nëse Hormuzi ka për të qenë le të themi preteksti për të filluar një Afganistan të dytë ose një Vietnam të dytë, do ngelen për të parë. Elianos, nga ana tjetër, presidenti i SBA Donald Trump ka shpërsuar gjithashtu retorikën ndaj NATO-s pas një takimi që pati me sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte, duke akuzuar aleatët se nuk i kanë qëndruar pranë Shteteve të Bashkuara gjatë luftës ose konfliktit që pati me Iranin. Mbas të gjitha këtyre zhvillimeve, Elianos, mendon se po shkojmë tashmë drejt një krize serioze vetë brenda NATO-s? NATO aktualisht ka kohë që ka hyrë në krizë serioze, nuk është se kjo është diçka që po vjen së fundmi. Prej vitit 1990, NATO e ka humbur pak a shumë qëllimin e saj deri së fundmi, pasi ajo supozohet ishte një aleancë për mbrojtjen e demokracisë, vlerave të rëndësishme të tjerë kundër Bashkimit Sovjetik. Bashkimi Sovjetik sot nuk është më. Rusia ka një qeveri konservatore, nacionaliste, e cila është shumë me vlerë ortodokse të tjerë. Pra nuk është se ne them këto vlera pak a shumë të ngjashme ato perëndimoret që kanë qenë dikur, jo më sot. Dhe ne dimë që NATO deri së fundmi ka qenë e angazhuar në konflikte që s'kanë qenë pjesë e Evropës. Nuk ka pasur një, le të themi, impakt në Evropë. Ne dimë që NATO ka qenë në Afganistan, NATO ka qenë në Libi, NATO ka participuar në operacione ushtarake në mënyrë indirekte që kanë suportuar Shtetet e Bashkuara në Irak e të tjerë. Pra, në një farë mënyrë NATO ka humbur prej kohësh
atë legitimitetin që ishte për të mbrojtur civilizimin evropian, Evropën më të tjerë. Nëse do të vinë ditë e sotme, në krizën që po ndodhet presidenti Trump, le të themi që prej vitit 1990 deri më tani, sipas mendimit të shumë shkollarëve, NATO ka filluar duke qenë që është kryesisht e përshëndruar në Evropë, në bashkimit evropian. Dhe ne e dimë që zgjerimi i Bashkimit Evropian ka marrë sot formë në një lloj simbiotizmi me NATO. Pra, ne e dimë që para Bashkimit Evropian ka qenë ekspansioni i NATO-s dhe më pas ka ardhur ai Bashkimit Evropian. Dhe pak nga pak, që për vitin 2009 dhe deklaratës së sigurisë evropiane të Bashkimit Evropian, ne shikojmë që NATO-ja pak a shumë është kryer një strukturë paralele të lidhur ngushtë me Bashkimin Evropian. Duke qenë që edhe evropianët bëjnë shumicën e vendeve të NATO-s. Dhe vetëm vendet jo evropiane NATO janë Shtetet Bashkuara dhe Kanadai, jo vende të tjera. Gjë që ka sjell edhe faktin që nëse NATO sot është dominuar për evropianë dhe siguria ose le të themi strukturat e sigurisë dhe plani i sigurisë së NATO-s të jetë i diktuar për evropianë, pasi SBA vërtet mund të jetë vendi më i madh në NATO, superfuqia në NATO, por le të themi që edhe vendet të tjera NATO janë superfuqi. Britania e Madhe dhe Franca kanë armë atomike. Nëse do merret Evropa si e gjithë janë më shumë banor se sa SBA-ja. Në territori i Evropës, nëse do merret gjithë bashkë me Groenlandën, brenda të tjerë, del që është pak a shumë i barabartë ose ndoshta edhe më i madh se ai i SBA-s. Kush mendon se ka të drejtë Elianos në këtë përplasje narrativash, pra ku Trump akuzon aleatët për mungesë mbështetje në luftën me Iranit dhe Europa ndërkaq ka pretenduar se ka kontribuar logjistikisht pra dhe ushtarakisht nga ana tjetër. Në këtë kontekst, pas edhe këtu do të dilja, është fakti që vendet e Bashkimit Evropian nuk janë të kërcënuara prej kësaj gjëje. E para. E dyta, ajo që i ka hedhur zjarr, le të themi, benzinë konfliktit, është fakti që NATO-a nuk u pyet mbi këtë operacion ushtarak. Ne siç e dimë, vendet e Bashkimit Evropian ishin gjithashtu duke negociuar me palën iraniane për çështjen e energjisë atomike. Dhe ku filluan sulmet izraelito-amerikane, amerikanët nuk kërkuan prondim. Ata nuk kërkuan ndihmë, nuk u konsultuan me partnerët e NATO-s, nuk kërkuan një opinion për partnerëve të NATO-s. Presidenti Trump në një farë mënyrë në deklaratat e tij u duk madje sikur ndose Amerika është ajo që pak shumë e hodhi themelet e NATO-s, vijon akoma të ketë atë mentalitetin e bllokut lindor, siç bën Bashkimi Sovjetik, unë e them dhe ju e bëni. Pra, konflikti vajti mbi një javë, unë kam këtë situatën, tani do futeni dhe juve që ta zgjidhim këtë çështje që ka dalë ose këtë papritur. Gjë nuk punon kështu, nuk funksionon kështu. Ne kemi parë që nga shumët e NATO-s, për shembull si Shqipëria, Slovenia ose Maqedonia e Veriut, kontributi është totalisht zero, pasi ne nuk kemi flot, nuk kemi forca ajrore dhe ushtrit tona nuk janë të mëdha. Pra, diçka që këtu gjë e parë që nuk del në rregull. Gjë e dytë, nuk mund që vendet e NATO-s që janë, si e thash, dominuar nga Bashkimi Evropian, të pranonin këtë ultimatum, kërkesë urdhërojëse të amerikanëve që e janë sepse më duheni, pasi konflikteve të drejtë për drejta dhe indirekte politike që ato kanë pasur me njëra tjetrën. Ne e di me gjuhë shumë, le të themi, jo politike, duke u marrë me gratë njëri tjetrit, duke u marrë çfarë tha ky, çfarë tha ai. Ne thonë nuk bën pak a shumë dallavere pazari, sa flasim në gjuhë jo formale. Dhe sidomos pas kërcimit të presidentit Trump që do të përdorte forcën për të aneksuar Groenlandën, një pjesë integrale e territorit të Danimarkës, e cila është në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pra, një vend i NATO-s kërcënoi një vend tjetër të NATO-s do t'i okuponte territorin. Dhe më pas një jave, ky vend që kërcënoi, thotë, ja më ndihmo pasi unë jam gjetur të keqja. Por, kur të mbyllim këtë situatë, Groenlanda prap do kthehet në fokus të diskursit tonë. Pra, kjo nuk është normale.
Dhe nga ana logjike kjo nuk është normale, dhe nga